Qëndrimi ju i sot, a keni më pak njëra? Po, prapë e njëjtë. Unë nuk besoj se kam ndru në ajsen, s'di. Veç jemi të ardhë në punë, pak valla është e mare ajdin, por qështu jemi ku jemi. Po cili mendoni që është zgjidhja aktualisht? A keni ndonjë opsion? Po që tash krejt na, çka do përkrahni? po që tash krejt na jemi të prit vendimi i gjykatës. Edhe tash vendimi i gjykatës mu me qenë prap fsheht ose për vota janë këtu janë ajdin vota edhe unë nuk e besoj se me njëra e votimit ka ndru mendimi të asnjë deputet brenda e saj. Zotja Falja, kemi pas disa deklarime të deputetëve të vetëvendosjes sa i përket pozicionit juaj, po edhe asaj që është përfolur që ju është ofruar lëndë në Universitetin e Shkupit. Si i ke pa këto deklarime ty? Për që tash unë me marrë me mendimin se cili deputet brenda e vetëvendosjes pak është jo reale, ajdin. Do më thonë, deputet cili kanë fol për këtë tim nuk kanë pas asnjë mundësi bile i afër informacionave me qenë. Edhe kanë fol pa bazë, kanë fol pa informacion, veç kanë fol ajdin me thonë ajsen ose ajdin me qenë pak ma e rëndësishëm në ditë, për shkak e deklaratës. Une do më thonë, nuk du me fol keq për asnjë deputet, nuk nuk është nivelin tem, ajdin, sepse ata janë gratë. Dhe une, nëse ata kam pas në sen pozitive për shkak e deklaratës, ajdin me poshtru dikon pa informacione, është okej me mua, ajdin. Nëse kanë një pozit ma mirë mrenda e partisë. Por unë jam shumë sigurt se asnjë prej këtyre deputetëve nuk ka pas as idea çfarë oferta ka qenë edhe çish kanë kaluar. Jeni por gjatë vikendit kaluar në Shkop, atë lidhet kjo me ato çfarë është përfolur ajo? Jo, as pak, unë me familjen kam qenë edhe vërtet asnjë lidhje nuk kam pas me këto. Unë kam refuzu me taku edhe këtu unë kam qitë pikë edhe këto kam bo tema e madhë, por unë nuk kam të marrë shumë me këto. Po dënja emër që të votonit për kjo parlamentare nga rrota televizive vendosje? Tash në këtë moment jo. Sa i përket zotit Limaj, a do ta votonit? Po, nëse zoti Limaj është kandidat, por unë fort nuk besoj, nuk kena me mendu shumë seriozisht. Qysh është raporti juaj me pjesëtar tjerë të komunitetit bosnjak, në këtë rast edhe Milare Xhepin edhe rastin Demiri? Po, mirë,